Sunneti profetik na tregon se punët ngrihen 2 herë në ditë, në mbrëmje dhe në mëngjes. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadithin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, hadithi që shënon Imam Muslimi në Sahihun e vet, se i dashuri sallallahu alaihi wasallam ka thënë, së pari thot Abu Musa se profeti sallam u çua dhe na tregoi për 5 gjëra. Cila është e para? Allahu azza wa jall nuk fle gjumë. E dyta, edhe nuk mundet që të flej gjumë. Pra gjumë flen krijesat. Ai e ul peshoren dhe e ngre atë. E katërta, ngrihet tek ai puna e natës përpara punës së ditës, dhe e pesta, dhe tek ai ngrihen punët e ditës përpara punëve të natës. Po kështu në hadithin tjetër, hadith që shënon Abu Huraira radhiyallahu anhu tek Buhariu dhe Muslimi, thot i dashuri sallallahu alaihi wasallam se tek ju vijnë vazhdimisht me radhë me lajket e natës dhe me lajket e ditës, të cilat bashkohen në namazin e sabahut dhe namazin e ikindis. Pra me lajket të cilat vinë bashkohen me lajket që ishin më parë. Më pas me lajket të cilat kishin ndenjur në mbrëmje natën, ngrihen lart tek Allahu dhe ai i pyet, ndërkohë që është i gjithë ditur për gjendjen e tyre. Si keni lënë robrit e mi? Thon me lajket, i lam duke u falur dhe i gjetëm duke u falur. Pa kjo është ngritja ditore e punëve që bëhet 2 herë në ditë. Në kohën e ikindis dhe në kohën e sabahut.